Zgjerohen hetimet për tragjedin në Koçan. Kryeprokurori tha se 34 persona fizik dhe 3 subjekte juridike janë në hetim. Autopsia ka treguar se shkaku i vdekjes së 59 personave nga zjarri në Koçan ka qenë gulfatja. Vetëm 3 persona kanë pasur djegje të shkallës së 4. Përmirësohet gjendja e të lënduarve, 10 pacient lëshon në shtëpi. Pasoja mund të ketë të gjithë ata që kanë qenë në diskotek natën e kopshme. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve tha se 97 firmave do të merren licencat për ndërtim pasi nuk e kanë respektuar ligjin. Të ndëruar shikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi me lajmet këtu në televizionin Shenja. Ka shkuar në 34 numri personave fizik të dyshuar për zjarrin në Koçan, ndërsa të dyshuar janë edhe 3 persona juridik. Kryeprokurori Lupço Kocevski paralajmëroi sot se lista e dyshuarve mund të zgjerohet, ndërsa theksoi se zinxhiri lëshimeve dhe veprimeve jo ligjore të personave përgjegjës dhe zyrtar ka çuar në atë që përdorimi i mjeteve piroteknike më 16 mars të shkaktoi zjarr katastrofal, ku humbën jetën 59 persona dhe mbi 170 të tjerë u lënduan. Prokuria e Koçanit kërkoi masën e paraburgimit për gjithë të dyshuarit, me përjashtim të 3 personave cilët janë të shtruar në spital. Prokuroria Themelore e Koçanit hapi procedurë hetimore kundër 27 personave fizik dhe 3 personave juridik për të cilët ka dyshime të bazuara se si bashkëautor kanë kryer vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Ndërkaq me arrestimin e 3 ish-kryetarëve të komunës së Koçanit, numri të dyshuarve deri më tani ka arritur në 34 persona fizik dhe 3 persona juridik. Kryeprokurori shtetëror Lupço Kocevski tha se të gjithë të dyshuarit nga periudha prej vitit 2012 deri më 16 mars 2025 nuk kanë vepruar as pak në përputhje me dispozitat ligjore për masa mbrojtëse dhe me atë kanë shkaktuar rrezik për jetën dhe trupin e njeriut dhe pronës në përmasa të mëdha. Ai tha se zinxhiri i mos respektimit të dispozitave ligjore ka sjellur zjarrin katastrofal. Tre të dyshuar paraqiten pronar apo drejtues. I pari prej tyre është qiramarrësi i objektit ku ndodhet klubi, pronari real, objekti i cili ka qenë destinuar për industri të lehtë, nuk i plotësonte kushtet të jetë kabare, por të dyshuarit kanë marrë licence dhe kanë organizuar shërbime hotelerike. Të gjithë e dinin se klubi nuk i plotëson kushtet për objekt hotelerik. Ka dyshyme se i dyshuari i parë nga data 13 shkurt 2024 deri më 13 shkurt 2025 i ka dhënë një zyrtarit të Ministrisë së Ekonomisë një shumë të hollash për të kryer një veprim që nuk i është lejuar ta bëjë, marrjen e licencës. Po ashtu i dyshuar është edhe një ish-drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut i cili për 5 vite nuk ka bërë asnjë kontroll të punës së lokalit. 3 ish-kryetarët e komunës si dhe 2 ish-drejtorë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim kanë mundsuar që kabareja Puls të vazhdojë me kryerjen e veprimtarisë hotelerike në mënyrë të paligjshme. Sipas prokurorisë, personi përgjegjës në kabare koncertin me grupin muzikor DNK e ka organizuar verbalisht pa kontratë formale dhe më pas edhe se ka nditur se kapacitetet dhe kushtet në objekt nuk janë të mjaftueshme, kanë lejuar të hyjnë 65 personave, prej të cileve më së paku 31 fëmijë. Personat e dyshuar përgjegjës në diskoteka dhe antarët e personelit të sigurimit nuk kanë penguar futjen e lëndëve shpërthyese, shatërvaneve piroteknike në objekt dhe përdorimin për nevojët e performancës së grupit të DNK, edhe pse nuk ka pasur leje të detyrueshme të lëshuar nga organet kompetente për përdorimin e mjeteve piroteknike për atë veprim. As kushtet hapësinore nuk kanë lejuar përdorimin e mjeteve të tilla piroteknike. Për futjen dhe përdorimin e mjeteve piroteknike, i dyshuar është edhe një antar i grupit muzikor. Ai sqaroi se ka dyshime se antarët e bendit rreth orës 2:32 si pjesë e performancës dhe efektit skenik kanë aktivizuar materje shpërthyese apo shatërvane piroteknike, të cilat kanë hedhur shkëndija në drejtim të tavanit mbi skenën prej të cilave menjëherë është djegur pjesa e kulmit të objektit dhe zjarri është përhapur në gjithë objektin.
Krye prokurori tha se nëse sigurohen dëshmi do të përfshihen në hetim edhe persona të tjerë deri më tani të pa konfirmuar. Të gjithë të dyshuarit janë të kapshëm. Prokuroria e Koçanit duke marrë parasysh peshën e veprës penale për të cilën ngarkohen dhe të gjitha rrethanat e tjera, kërkon masën e paraburgimit për të gjithë të dyshuarit me parashiksim të 3 personave të cilët janë të shtruar në spital. Ndërkaq Ministri i Punës Brendshme Pançe Toshkovski tha se kjo tragjedi kërkon mobilizimin e gjitha institucioneve. Toshkovski tha se policia në bashkëpunim me prokurorin do të hetojë çdo detaj lidhur me tragjedinë e Koçanit dhe gjithata që kanë lidhje direkte apo indirekte me ngjarjen do të mbajnë përgjegjësi. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka njoftuar se ndaj 34 personave fizike dhe 3 personave juridik janë parashtruar kallëzime penale për vepra penale, vepra të rënda kundër sigurisë publike, në lidhje me shkaktim në rrezikut publik, ku një person është akuzuar edhe për pranim të rishfetit. Megjithatë, ai tha se kjo tragjedi kërkon dhe duhet mobilizimi të gjitha institucioneve. Ministria e Brendshme aktivizoi menjëherë gjitha kapacitetet. Nga sigurimi i vendit të tragjedisë, evakuimi dhe rikuperimi i plagosurve, rregullimi i trafikut deri te mbështetja logjistike për transportin dhe trajnimin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Mbi 250 persona u transportuan shpejt dhe sigurt në spitalet anëmban vendit dhe mbi 100 persona në pikat kufitare. Toshkovski tha se policia në bashkëpunim me prokurorin do të hetojë çdo detaj lidhur me tragjedinë e Koçanit dhe të gjitha ata që kanë lidhje direkte apo indirekte me ngjarjen do të mbajnë përgjegjësi. Dëshiroj të asiguroj opinionin se çdo detaj në lidhje me ngjarjen penalo-juridike është detyrë e prokurorisë publike në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme që ta përcaktojnë dhe ta procedojnë në mënyrë adekuate. Ne këtë do ta bëjmë, mirë po, duhet të respektojmë procesin e drejtësisë dhe hetimin duhet ta kryejmë rrënjësisht. Në lidhje me atë se nëse hetimi mund të zgjerohet për të përfshirë më shumë persona, Toshkovski u përgjigj se numri absolutisht do të zgjerohet nëse ka dëshmi edhe për persona të tjerë të përfshirë. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Aleksandar Stankov tha se shkaku i vdekjes së 59 personave nga zjarri në Koçan ka qenë ngulfatja. Ai sqaroi se tek disa prej tyre janë konstatuar djegje të shkallës së parë dhe të dytë, ndërsa tek 3 persona djegje të shkallës së katërt. Stankov theksoi se shumica e të vdekurve kishin thithur monoksid karboni, i cili është një gaz shumë i rrezikshëm që vepron në sistemin nervor qendror dhe i paaftëson viktimat. Shkaku i vdekjes së 59 personave nga zjarri në Koçan ka qenë ngulfatja, ka deklaruar drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Aleksandar Stankov, duke u bazuar në rezultatet e autopsisë të gjitha trupave të pajetë. Ai tha se autopsia ka filluar menjëherë në natën e 16 marsit dhe ka përfunduar më 18 mars. Është konstatuar se të gjithë të vdekurit e kanë humbur jetën në mënyrë të dhunshme nga ngulfatja shkaktuar drejt për drejt nga zjarri. Tek disa prej tyre janë konstatuar djegje të shkallës së parë dhe të dytë, ndërsa tek 3 persona djegje të shkallës së katërt. Në periudhën e ardhshme, gjatë muajit mars, presim të përfundojnë të gjitha raportet lidhur me autopsinë. Mund të na duhet më shumë kohë për të kryer analiza toksikologjike dhe çdo gjetje tjetër do ta dorëzojmë në prokurori. Ai theksoi se për autopsinë kanë shfrytzuar 2 mënyra, identifikimin me anë të ADN-s dhe gjurmët e gishtërinjeve. Duke ju referuar gazi që kanë thithur të vdekurit si pasojë e zjarrit, Stankov tha se ai është një gaz shumë i rrezikshëm dhe se vdekja prej tij mund të ndodhë shumë shpejt. Tani jemi duke bërë analiza toksikologjike për të përcaktuar se çfarë është e pranishme në xhak, por sipas gjekjeve makroskopike gjatë autopsisë, shumica e tyre kishin thithur monoksid karboni. Monoksidi i karbonit është një gaz shumë i rrezikshëm, pa erë, pa shije që vepron në sistemin nervor, qëndron dhe i paaftëson viktimat, pas e cilës vdekja mund të ndodhë shumë shpejt, në varësi të disa minutave. I pyetur lidhur me pakënaqësitë e familjeve të ndjerëve për autopsinë, ai tha se nuk mund të bëhen identifikime dhe të përcaktohet shkaku i vdekjes vetëm me kontrolle, pasi që duhet bërë autopsi e plot dhe identifikim pozitiv për paraqitje të denjë në gjykat dhe për një proces të plot ligjor.
Organet respiratore, sistemi nervor, zemra, veshkët, mushkërit, por edhe i gjithë organizmi, mund të ketë çrregullime serioze nga gazra që janë thithur nga personat që kanë qenë pranishëm gjatë djegjes së diskotekës në Koçan. Këtë thot drejtori i klinikës toksikologjisë Andon Çibishev, prandaj ai tha se edhe pacientët që do të lëshohen në shtëpi do të jenë nën mbikëqyrje të mjekëve sepse komplikimet tek personat e helmuar mund të paraqiten edhe më vonë. Pasojat shëndetësore të personave që kanë thithur gazra helmuese natën e djegjes së diskotekës në Koçan mund të jenë çrregullime serioze të gjithë organizmit, para se gjithashtu tek organet respiratore, por edhe tek sistemi nervor. Kështu sqaroi drejtori i klinikës së toksikologjisë Andon Çibishev. Të gjithë pacientët e shtruar në klinikën e toksikologjisë, tregoi ai më tej, ishin të ekspozuar ndaj përqendrimeve të larta të monoksidit të karbonit. Otrovni gasovi Gjatë djegjes së materialeve në ato objekt, janë liruar një grup i madh i gazrave helmuese. Kjo mund të shkaktojë çrregullime serioze të shëndetit, praktikisht të gjithë organizmit. Targetet do të jenë organet respiratore, të cilat në fillim vinë në kontakt me këto gazra. Megjithatë, gjatë helmimit me këto gazra, sidomos me monoksidin e karbonit edhe me dioksid karbonin, mund të ketë dëmtim të sistemit nervor, të nervave periferike, zemrës, veshkave dhe mushkërive. Pacientët që po mjekohen në toksikologji thasë se janë në gjendje stabile dhe pa manifestime klinike. Edhe pacientët që do të lëshohen nga spitali, tha Çibishev, do të jenë në kontroll të mjekëve sepse tek personat e helmuar, komplikimet mund të paraqiten edhe më vonë. Dobra ta vesti denese to. Lajmi i mirë është se të gjithë janë në gjendje klinike stabile, pa manifestime klinike. Mirë po, ne nuk jemi të kënaqur deri në fund, nga gjetjet e laboratorike, ato toksikologjike dhe nga gjetjet e gjendjes metabolike. Prandaj, kërkuan që pacientët që janë tek ne të qëndrojnë deri të hënën, të bëjmë disa analiza shtese dhe do të marrim vendim se çfarë do të bëjmë më tej. Edhe kur t'i lëshojmë në shtëpi, ato pacientë një periudhë të caktuar do të jenë nën kontrollin ton, sepse helmimet mund të shkaktojnë edhe komplikime të vonshme. Në këtë klinikë që nga fillimi janë pranuar 20 pacient, prej tyre për shkak të gjendjes së përkeqësuar shëndetësore, siç bën me dije Çibishev, janë dërguar në klinika tjera, sidomos në klinikën për anestezion, reanimim dhe mjekim intenziv, sepse ata kishin nevojë për ventilim mekanik. Disa janë transferuar edhe jashtë vendit, ndërsa aktualisht të hospitalizuar në këtë klinikë janë 7 pacient. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi se i kanë lëshuar në shtëpi 10 pacientë që ishin lënduar nga zjarri në Koçan. Nga java e ardhshme ai tha se presin kthimin e pacientëve nga jashtë që janë dërguar për mjekim. Ai shtoi se sfida e ardhshme me cilën do të ballafaqohen do të jenë infeksionet. Gjithashtu bëri me dije se trajtimi i pacientëve si në vend ashtu edhe jashtë në 99% rasteve është pa pagesë. 10 pacientë lënduar nga zjarri në Koçan sot janë lëshuar në shtëpi. Këtë e tha Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari. Ai pas mbledhjes në shtabin e krizës njoftoi se sfida e ardhshme do të jetë ballafaqimi me infeksionet. Bëri me dije se transferimet të pacientëve jashtë vendit më nuk do të ketë, por nga java e ardhshme do të nisin të kthehen pacientët këtu. Në ndërkohë shtoi se do të përgatisin protokolle dhe pacientët do të ekzaminohen këtu, pas së cilës ata që janë në gjendje të mirë mund të lëshohen në shtëpi. Prej pacientëve të dërguar jashtë shtetit për mjekim, sipas Taravarit, një pacient në Turqi është në gjendje më kritike. Sot një lajm i mirë që prej gjithsej 162 pacientëve, 10 pacientë ishin në mjekim në shtëpi. Kjo është lajm shumë i mirë për ne si mjek. 57 pacientë gjenden në klinikat në Maqedoni. Pacientët tjerë në shtetet, tash ti numëroj edhe njerë, Serbi, Bullgari, Greci, Turqi, Spanjë, Austri, Ungari, Kroaci, Sloveni, Lituani, Belgjik, Itali, Suedi dhe Poloni. Lidhur me shpenzimet e trajtimit të pacientëve jashtë vendit, Taravari tha se në 99% të rasteve, trajtimi është falas dhe nuk ka nevojë për mbledhje fondesh. Në përgjithësi, ne jemi 99% të rasteve jemi të sigurt që trajtimi është falas dhe nuk ka nevojë që askush të mbledh para. Qeveria ka siguruar mbështetje për 2 prindër ose anëtar të familjes që të udhtojnë dhe të akomodohen në të gjitha shtetet ku ka pacient të shtruar. Nuk ka nevojë për spekulime dhe të pavërteta.
Aktualisht jashtë vendit janë në trajtim 115 pacient, në Serbi ndodhen 30 pacient, në Bullgari 15, në Greqi 12, në Turqi 9 pacient, në Spanjë 7, në Austri 5, në Hungari janë dështruar 6 pacient, në Kroaci ndodhen 5 pacient, në Sloveni janë 4, në Lituani janë 4, në Belgjik janë 4, në Itali po ashtu 4 pacient, në Suedi janë 4 dhe në Poloni janë 2 pacient. Komunat kanë ndarë mjete për të prekurit nga tragjedia në Koçan në mbledhjet e jashtëzakonshme që mbajtën sot këshillat e komunave të Çajirit dhe Gostivarit, vendos që të ndahen nga 1 milion denar për të prekurit e tragjedisë, ndërsa Këshilli i Komunës së Manastirit ka ndarë 2 milion denar. Në mbledhjen e sotme të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Çajirit është miratuar propozim për ndarjen e 1 milion denarëve për ndihmën e familjeve të viktimave të tragjedisë së tmerrshme që ndodhi në Koçan. Ky veprim i Këshillit të Komunës së Çajirit është një shprehje e solidaritetit dhe angazhimit të komunitetit të Çajirit në periudha të vështira. Kryetari i Komunës së Çajirit Visar Ganiu tha se kjo ndihmë financiare është vetëm një hap i parë dhe se Çajiri do të vazhdojë të mbështesë individët dhe familjet që kalojnë në periudha të vështira. Ky është një moment i vështirë për të gjithë ne dhe si komunitet, është detyra jonë të qëndrojmë pranë atyre që kanë humbur më të dashurit e tyre. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje dhe të sigurojmë se çdo qytetar të ndihet i sigurt dhe i mbështetur. Edhe komuna e Gostivarit ka ndarë 1 milion denar për të prekurit nga katastrofa në Koçan. Ku kam propozuar një shumë të them simbolike për 1 milion denar si ndihmë për të gjithë viktimat dhe të gjithë ata të cilët pësuan dhe sa ngjarje tragjike. Me këtë, bashkë me ju të gjithë ne si një trup, të dërgojmë një mesazh solidariteti dhe mbi të gjitha një mesazh uniteti cili na duhet më tepër se gjithmonë tani. Ndërkaq, komuna e Manastirit ka ndarë 2 milion denar për të prekurit në Koçan. Këshilli i Komunës së Manastirit në seancë të jashtëzakonshme ka vendosur që nga buxheti lokal të ndahen 2 milion denar si ndihmë financiare për familjet e të vdekurve dhe të lënduarve nga zjarri. Nga 1 milion denar ka ndarë edhe komuna e Butelit, komuna Qendër dhe komuna Kiselavot. Komuna i Linden ka ndarë 500.000 denar. Kryqikuq ka bërë të ditur se deri më tani janë mbledhur 43.1 milion denar për të ndihmuar viktimat e zjarrit në Koçan dhe familjet e tyre. Shumica e përgjithshme e mjeteve dhuruara në llogarinë e Kryqit Kuq për momentin është 701.367 euro. Falenderojmë gjithë ata që dhuruan dhe ju njoftojmë se jemi në fazën përgatitore për pagesën fillestare të mjeteve të grumbulluara për nevojat më urgjente të destinuara për viktimat e zjarrit në Koçan, njoftojnë nga Kryqi Kuq. Ata po ashtu thonë se 165 vullnetarë kanë marrë pjesë dje në organizimin e varrimeve të tyre që ndruan jetë në tragjedin një ditë pas tragjedisë në Koçan. Qeveria njoftoi se do të bashkëpunojë me Kryqin e Kuq Shkupit për menaxhimin e llogarisë zyrtare të donacioneve, para se gjithashtu të ketë një llogari të vetme zyrtare donacionesh. Zëvendës kryeministri dhe ministri për transport Aleksandar Nikolovski në një konferencë për shtyp foli për kontrollin e gjitha licencave të lëshuara në përputhje me ligjin për ndërtimin dhe ligjin për planifikimin urbanistik. Njoftoi se kontrolli deri tani ka treguar se janë lëshuar 1100 licenca, ndërsa deri tani janë kontrolluar gjithsej 643. Nga këto kontrolle për 97 licenca është konstatuar se pas lëshimit të tyre, kompanitë kanë ndërprerë përmbushjen e kushteve ligjore mbi bazën e cilave janë lëshuar dhe për këtë arsye do të merren vendime për marrjen e licencave, tha ministri. 13 personave juridiku është hequr licenca A për ndërtues të objekteve të kategorisë së parë. 34 personave juridiku është hequr licenca B për ndërtues të objekteve të kategorisë së dytë. 2 personave juridiku është hequr licenca A për mbikëqyrjen e ndërtimit të objekteve të kategorisë së parë. 6 personave juridiku është hequr licenca B për mbikëqyrjen e ndërtimit të objekteve të kategorisë së dytë. 3 personave juridiku është hequr licenca A për projektimin e objekteve të kategorisë së parë. 20 personave juridiku është hequr licenca B për projektimin e objekteve të kategorisë së dytë. 2 personave juridiku është hequr licenca B për rishikimin e dokumentacionit të projektit për objekte të kategorisë së dytë. 1 person juridiku është hequr licenca për menaxhimin e ruajtjes së objekteve të kategorisë së parë dhe dytë. 16 personave juridiku është hequr licenca për hartimin e planeve urbanistik.
Policia financiare ka bërë me dije se është përfshirë në mënyrë aktive në aksionin e madh për inspektimin e funksionimit të ambientit që operojnë si kabare, disko, klube dhe nate në gjithë vendin dhe po vepron në përputhje me kompetencat e saj ligjore. Ata tregojnë se gjitha kapacitetet e drejtorisë së policisë financiare janë vënë në dispozicion për nevojat e këtij aksioni, i cili synon zbardhjen e parregullsive dhe aktiviteteve të mundshme të paligjshme në funksionimin e këtyre objekteve. Aksioni fokusohet në identifikimin e mashtrimeve financiare, evazionin fiskal, operacioneve të paligjshme dhe parregullsive të tjera në operacionet financiare të hotelerive. Paralelisht me këtë, autoritetet hetimore janë fokusuar në zbardhjen e gjitha aspekteve që mund të çojnë në sanksionet ndaj atyre që nuk respektojnë ligjet dhe rregulloret kanë shtuar nga policia financiare. Vazhdojmë me lajmet, zyrtarët kryesorë të Republikës Srpska kanë thënë se Bosnia-Hercegovina është në krizën më të madhe politike që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Daytonit dhe se zgjidhja e vetme është një marrëveshje e re ose shkëputje paqësore. Ata theksuan se krizën më të madhe ka shkaktuar Christian Schmidt duke marrë vendime antikushtetuese. Presidenti i Republikës Srpskës Milorad Dodik tha se Bosnia-Hercegovina është në një gjendje krize të përhershme dhe tha se vetmja zgjidhje është për një marrëveshje të re ose për të ndarë. Në skenën e Bosnia-Hercegovinës ka abuzim tipik gjyqësorit. Gjykata dhe prokuroria e Bosnia-Hercegovinës nuk janë kategori kushtetuese. Kjo është një përpjekje për të dëbuar lideret politik të Srpskës nga Republika dhe për të prerë kokat e qeverisë së saj. Pavarësisht nga kjo, situata e sigurisë është e qëndrueshme dhe aktualisht nuk ka sfidat veçanta, theksoi Dodik. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Nenad Stevanović tha se gjitha vendimet e marra nga Republika Srpska ishin në përputhje me Kushtetutën. Ushtria izraelite po i detyron palestinezët në Gazat migrojnë sërish duke përsëritur kërcënimin e saj se do të sulmojnë. Ushtria izraelite ka përsëritur kërcënimin e saj duke lëshuar flet palosje nga ajri me avion për zhvendosur me forcë palestinezët nga Khan Yunus në jug të rripit Gazës dhe nga lagjet Huza, Absan Kabira dhe Absan Jadida të Beit Hanun në veri të rripit Gazës. Në flet palosjet që përfshin kërcënime se palestinezët duhet evakuojnë me njëherë zonën, theksohet se do të fillojë një sulm i dhunshëm, duke pretenduar se do shënjestrohet Hamasi. Ushtria izraelite publikoi gjithashtu një hartë në cilën janë të shënuara me të kuqe zonat ku kërkon që palestinezët të zhvendosen me forcë, sipas shifrave të ndara nga OKB-ja. 90% e rreth 2.3 milion palestinezëve në Gaza janë zhvendosur të paktën një herë nga ushtria izraelite. Pas pushimit më 18 mars, ushtria izraelite nisi sërish sulme të dhunshme në rripin e Gazës, duke prishur pushimin e arritur më 19 janar, që nga tetori vitit 2023 deri më tani në sulmet izraelite janë vrarë rreth 50.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe janë plagosur mbi 112.000 të tjerë. Presidenti francez ka njoftuar se një samit mbi çështjen e Ukrainës do të mbahet javën e ardhshme në Paris. Të njëjtën ardhshme do të mbajmë një samit të koalicionit të vullnetit në Paris në prezencën e presidentit Zelenski. Do të finalizojmë punën tonë për mbështetjen afaqshkurtër për ushtrinë ukrainase, deklaroi Macron pas ditës së parë të samitit Këshillit të Evropës në Bruksel. Macron përsëriti fokusin e tyre në strategjinë e mbrojtjes së Ukrainës dhe garancitë europiane të sigurisë, duke ripohuar se vetëm kur Rusia dhe Ukraina angazhohen për një pushim të qëndrueshëm, ato do të diskutojnë për garancitë e sigurisë. Është legjitime për Ukrainën si një kom sovran të definojë se çfarë është e nevojshme për të garantuar sigurinë e saj. Ne do të vazhdojmë në mënyrë të rregullt dhe nuk do të përshtatemi kërkesave apo provokimeve të tepruara, nënvisoi ai. Macron po ashtu tha se Europa operacionalizoi vendimet e saj të mbrojtjes me strategjinë e riarmatimit të vetvetes.
Presidenti Amerikan Donald Trump nëshoj një urdhër ekzekutiv për shpërbërjen e Departamentit të Arsimit të SBA-s. Urdhri ekzekutiv udhëzon sekretaren e arsimit Lindsay McMahon që të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të lehtësuar mbylljen e Departamentit të Arsimit. Sipas urdhrit, heqja dorë nga departamenti do të ofronte fëmijëve dhe familjeve të tyre mundësinë për t'i shpëtuar një sistemi që po i dështon. Zëdhënësja e shtëpisë bardhë Caroline Leavitt tha se departamenti do të jetë shumë më i vogël se sa është sot dhe do të vazhdojë të administrojë kredi studentore dhe grante federale. Trump tha në ceremoninë e nënshkrimit se administrata mund të ndjekë qëllimin e saj që Kongresi të mbyllë departamentin, pasi buxheti i saj është më shumë se dyfishuar vitet e fundit, por rezultatet e testeve kombëtare nuk janë përmirësuar, sipas The Guardian. Ai gjithashtu mandaton që të gjitha programet apo aktivitetet e mbetura të financuara nga Ministria e Arsimit nuk duhet të promovojnë ideologjinë gjinore. Qeveria federale SBA-s nuk përshkruan kurrikulën në shkolla, e cila është përgjegjësi e qeverive shtetërore dhe lokale, të cilat ofrojnë 90% të financimit të shkollave. Por mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atë.